Pas muajsh përgatitje intensive dhe trajnimesh me ekspertë amerikanë të komunikimit, 26 nxënës nga 9 shkolla publike dhe jo publike në Shkodër arritën në finalen e Shkodra Youth Speech 2025. Konkursi i parë i të folurit në publik i zhvilluar ndonjëherë në veri të Shqipërisë. Gjatë kësaj periudhe, të rinjt mësuan jo vetëm se si të flasin me siguri përpara një audience, por edhe si të ndërtojnë ndikim përmes mënyrës se si komunikojnë, aftësi thelbësore për sukses në jetë dhe në karrierë. Në finalen emocionuese të konkursit, Gledis Shantoja u shpall fituese e vendit të parë, Klaudia Mukuri u rendit e dyta, ndërsa Nergis Kroni zuri vendin e tretë. Realisht është një eksperiencë që ndihmon të mush kip kuraju, të rrit rezistencën. Do thonë unë më përpara me si kam folë në publik. E bëmë është jam krejt lirshëm, se ishte një eksperiencë ku harrueshme, është eksperjenca më e bukur që kam bërë ndonjëherë në jetën. Qëllimi i këtij konkursi ishte të rrisë aftësitë e komunikimit tek të rinjt shqiptar, një fushë që ende nuk ka marrë vëmendjen e duhur në vendin tonë, ndryshe nga vendet perëndimore ku është pjesë kyçe e edukimit. Jam realisht shumë e lumtur për këtë mundësi që është dhënë trive të Shkodrës, edhe do dosha që mos ngelet vetëm në Shkodër, të shkojnë edhe më gjanë, tonë ripnin. Është një mundësi që ne, si prindët e tyre, do të kishim dashur dikush që na dhënë moshën e tyre. Trit kanë miza që ne duhet minimum e nxjerr. Edhe këtë po përpiqen me banë nëpërmjet këtij konkursi. Ishte një javë fantastike në Shkodër sepse kisha nderin të isha pjesë e jurisë. Vendimet ishin të vështira sepse të rinjt mësuan shpejt dhe performuan shkëlqyeshëm. Këto aftësi do t'i ndihmojnë gjatë gjithë jetës. Bart Quinn është eksperti amerikan i komunikimit dhe të folurit në publik, i cili prej 30 vitesh punon në vende të ndryshme të botës dhe tani trajnoi të rinjt të Shkodrës. Këto janë momentet që do t'i mbaj mend gjatë gjithë jetës, duke parë të rinjt të rriten, të fitojnë besim dhe të jenë të aftë të bëjnë gjëra për të cilat më herët më thanë se nuk i bëjmë kurrë. Kjo më jep kurajun dhe forcën të punoj më shumë. Shpresoj se do të arrij ta bëj këtë punë deri në frymën e fundit. Kur i takoj studentët e mi pas shumë vitesh, një nga komplimentet më të bukura është kur më thonë: "Nuk më mbend shumë nga rregullat që më mësuat, por më keni ndryshuar jetën në marrëdhënien me familjen time, me punën dhe me njerëzit." Ky konkurs u realizua me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si pjesë e përpjekjeve për të fuqizuar të rinjt shqiptar nëpërmjet edukimit cilësor dhe zhvillimit të aftësive jetësore.